Dashamia, shok, djem, ju vllazër, nënës Hatice, ju vllazëllati Bastiakut, Haxhidinas, ju ushtar, veteran, ushtar Kosovës, nderuar kryetar. Po I tham disa fjalë, nëse sekretari mos I thanë gjitha, po nga kujtimet tona. Me kalimin e brigadës 26 nga Hasi në Idrimi, na u desh të vendosimi me një vend sigurt, me njerëz sigurt. Dhe Haxhidina, Zoti më shiroft, na merr, na prin edhe na çon notën e Bastiakut. Ajo otë që ka qenë edhe para nesh, ajo otë që ka qenë qelë si sta kryetari për të gjithë ata që e kanë dashur këtë dhe e dojnë këtë dhe. Edhe me kalimin e odën e Bastiakut, çdo gjë ishte në rregull. Por ne u ngushtuam sepse çdo ditë bëhej përgatitja ushqimit për të gjithë ushtarët e brigadës tonë. Po mundohemi mu marrë vesh me Bastiakut edhe me këtë me përmes Haxhidinës që kemë mundësi ne të përgatismi vetë aman mas I muno antarët e familjes, po në lokja që sot për përcjellni inshallah I morë dhe Zoti më mëshiron, nuk pranon ndryshe vetëm ajo me na gatu neve bashkë me antarët e familjes. Nuk gjetëm tjetër zgjidhje pas me ndru konakun në udhim ke familje. Edhe I shkuan në votën e Ilvijes me sugjerimin e Haxhidinës së Bastiakut. Edhe pse kalum atje në atë vend që I vjen gati 1 kilometër, në lokja ku këndor edhe atje. Çka po du tham këtu? Kjo nonë nuk është vetëm nona e Fatmirit dhe e Habibit të tjerëve, po kjo nonë është nona të gjithë ata që e kanë dashur këtë vend, e kanë dashur lirinë dhe kanë punuar për këtë vend. Do thotë, e ka kalu edhe mosat e familjes ngushtë, edhe gjanë, po në mosa kombëtare ka kalu kjo nonë në njerëzorën e vetë dhe në kontributin e vetë. I madhi Zoti e din mas miri. Por ka dashur të Zoti Gjellëshanu, për kundër dhimbjes që e kemë për dëshmorën e kombit. Po ka dashur me nderu këtë familje, ka meritur dëshmorë. Pas krejt këtyne të mira që ka bo para dhëun, ka meritu me kohë edhe familje e dëshmorit. Dhimbtën po, mungesën po, por krenarin ja ka falë Zoti. Edhe çka tjetër ju ka falë? Ja ka falë një mundësi që në botën tjetër ta kanë njeriu në sigurt që do t'jenë bashkë me to ka garantu I madhi Zot. Që dëshmorëve do t'ja falë antarët e familjes, ata që I dojnë ata. Po kush e donë ma shumë se nonën e bodën? Është pak jo? Jo, kjo është e madhe. Këtë kohë e ka kalu, dhimbjen po me krenari, në botën tjetër, inshallah I madhi Zot, pran birit vetë, pran bashortit vetë, që ka qenë njeri I veçantë, që ju e dini mas miri, inshallah Zoti e gëzon. Ashtu që ne ka qelë dyrë tona, dyrët e shtëpisë vetë, që ne ka qelë neve, ashtu ja hapti madhe Zot dyrët e xhenetit, ja hap dyrët e mirësisë, dhe prej kësa natë të dvorit, e deri kur skalojmë para të madhe Zot, inshallah e shijon të mirat e xhenetit. Jo lutja jonë, Zoti ju lashnosh, Allah e nxelet, këtë lutje u bojë edhe namën të shokëve brigadës 26 I kom të pranë, dhe namën të gjithë atyre që e kanë njohur nonën, e kanë njohur bashortën e saj dhe këtë familje. Faleminderit shumë.